Sipas profesorit Yanis Varoufakis, aneksimi personal i Gazës nga Donald Trumpi në menaxhimin e ish-kryeministit britanik Tony Blair është kushti shoba Izrael për ndalimin e gjenocidit në Gaza, dhe ky plan duhet refuzuar menjëherë. Tani, Tony Blairi po propozon veten si regjenti perandoris në Gaza. Vetë një kriminal lufte, thot Varoufakis, Blair kërkon një mandat 5 vjeçar për të administruar vendin e gjenocidit izraelit në emër të Donald Trumpit në traditën më të rafinuar të projekteve koloniale të kolonizatorëve të bardhë. Ai shton se plani Trump-Netanyahu do dukej qesharak nëse nuk do të ishte kaq i rrezikshëm për paqen botërore. Për pezulluar gjenocidin, Trump dhe Netanyahu kërkojnë: Palestinezët duhet të pranojnë të heqin dorë nga çdo e drejtë politike ose njerëzore dhe të aneksohen nga Donald Trumpi, i cili më pas do të emërojë si administrator të Gazës Tony Blairin, ish-kryeministin britanik, i cili për ndërhyrjen e tij në Irak është lënë i ekspozuar ndaj akuzave të besueshme për krime lufte. OKB-ja nuk luan rol tjetër përveç shpërndarjes së ndihmave humanitare. Okupimi i përhershëm i Gazës nga SHBA dhe Izraeli në formën e një force të re okupimi që përfshin aleat të SHBA-s, një forcë e re okupimi që do të kontrollohet sipas dëshirës nga Washingtoni dhe Tel Avivi për aq kohë sa ata konsiderojnë të nevojshme.